Pas të nxehtit përvolues vjen surpriza e motit. Meteorologët zbulojnë kur nisin rreshjet e shiut. Shqipëria po përjeton ditët e fundit të valës së të nxehtit afrikan me temperatura që kanë arritur deri 42 gradë Celsius në disa zona, por situata pritet të ndryshojë ndjeshëm gjatë kësaj jave, pasi një masë ajrore freskët nga veriu e Europës Nga veriu i Europës do të sjellë ulje të temperaturave, rreshje dhe erë në pjesën më të madhe të vendit. Meteorologët bëjnë me dije se edhe sot na pret një ditë mjaft e nxehtë. Jemi ende në ndërtimin e valës së nxehtë afrikane. Shumë qytete të ultësirës perëndimore do të shënojnë temperatura nga 39 deri 40 gradë Celsius, ndërsa priten 41 në qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit dhe deri në 42 në zonat të izoluara të Elbasanit. Sipas sinoptikanëve, temperaturat e larta shoqërohen edhe me net tropikale, ku në shumë qytete vlerat minimale nuk zbresin në 20 gradë. Zonat malore dhe veri lindore do të jenë disi më të freskëta me temperatura deri në 33-36 gradë Celsius. Ndryshimi i motit i ndjeshëm nis nga dita e mërkurë, kur një masë ajrore freskët me origjinë nga veriu i Europës do të depërtojë drejt Ballkanit. Temperaturat pritet ulë ndjeshëm, duke kaluar nga mbi 40 gradë deri në 30 gradë në fundjavë. Të mërkurën, një masë shumë e freskët me origjinë nga veriu e Europës do të sjellë freskim të menjëhershëm. Nga 41-42 gradë që kemi sot, dita e premte do të sjellë maksimumin jo më shumë se 30 gradë. Pra një rënje me rreth 12 gradë, thonë meteorologët. Përveç uljes së temperaturave priten edhe rreshje shiu. Rreshjet do të nisin gjatë natës së të martës në zonat veriore dhe verilindore, ndërsa gjatë mërkurës dhe të njëjtës do të prekin zonat qendrore dhe malore, përfshirë edhe kryeqytetin. Dita e premte pritet të jetë më problematike, pasi rreshjet e dendura mund të përfshinë të gjithë territorin, duke prekur edhe zonat bregdetare. Paralelisht me rreshjet e radhë do të jetë prezente, duke nisur nga mbrëmja së martës. Fundjava do të sjellë një përmirësim të motit me kthjellime dhe vranësira kalimtare, por me temperatura shumë më të ulta dhe më të qëndrueshme që nuk pritet të kalojnë 30 gradë Celsius.